Furgoni Driza hedh pulat e ngordhura në lum, rjeti zjen nga thirrjet për hetimin e skandalit. Një rast i rënd i ndotjes mjedisore lidhur edhe me sigurinë e ushqimit. U raportua në rrjetet sociale ku një kompani lokale në Shkodër është filmuar duke shkarkuar mbetjet e pularisë në liçenin e qytetit. Në video duket furgoni kompanisë Driza teksa ka hapur dyert e pasme nga ku një punonjës hedh në liçen mbetjet. Lidhur me pamjet e shëmtuara ka patur reagime të shumta ku kërkohet që prokuroria të nisë menjëherë procedim për këtë ngjarje. Pasi mori 1 milion euro nga AZBR, kompania Driza SHPK është kapur në flagrancë për një rast të rënd të ndotjes së mjedisit. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, duket furgoni kompanisë Driza teksa ka hapur dyert e pasme nga ku një punonjës ka hedhur në liçen mbetjet. Lidhur me pamjet e shëmtuara ka reaguar i revoltuar edhe gazetari Mentor Kikia, i cili kërkon që prokuroria të nisë menjëherë procedimin për këtë ngjarje. Ja dhe reagimi plot i Kikias: të ndërshkohet ky njeri dhe apo kjo kompani. Unë nuk do të ndaloj së publikuari çdo ditë të video derisa të dalë lajmi që ky palaço dhe kjo kompania të jenë dënuar nga inspektoriatët dhe prokuroria të ketë hapur një procedim ndaj këtij maskarallëku. Po pastron makinën ky. E pra, të dielën me një grup prej 50 vullnetarësh do të shkojmë të pastrojmë një zonë në shtratin e Lumit Vjos. Po ku dhe çfarë të pastrosh? Do të shkojmë në BE. Në 2027 do e mbyllim kapitullin e mjedisit. ECB-ja atje këtë gjë, po nuk ta bëjnë gropën me gjithë pula dhe me gjithë glasa plerash. Shpërndajeni këtë video derisa shteti të reagojë. Boll na i qelbët këtë vend.